Hali Geci ka reaguar në lidhje me ftesën që lëvizja vendvendosje i ka bërë LDK-s në lidhje me një koalicion dhe marrëveshje politike. Sipas tij, kjo është një mundësi e artë për LDK-n dhe duhet që ta pranojë ofertën e Kurtit, pasi është në të mirë të partisë, por edhe të popullit. Krahas kësaj, Geci po ndenësoi edhe disa arsye të forta pse një koalicion nëpërmjet LDK-s dhe VV-s do ishte i dobishëm. LDK në kryqëzim, koalicioni me LVV-n, rasti i fundit për shpëtim politik. Koalicioni me vendvendosje është mundësi e artë për LDK-n që të rikthehet në rrugën institucionale dhe të çlirohet nga hija e aleancave të dështuara. Oferta e kryeministrit Albin Kurti për LDK-n është një mundësi e rëndësishme, jo vetëm për këtë parti, por edhe për të ardhmen e Kosovës. Kjo ofertë mund të shërbejë si një kthes strategjike për LDK-n për të rikthyer në rolin e saj themelor institucional dhe për të avancuar proceset shtetformuese. Ka disa arsye të forta pse një koalicion nëpërmjet LDK-s dhe VV-s do ishte i dobishëm. E para është rruga e re politike propozuar nga Kurti, e cila mund të sjellë LDK-n në një pozicion më të fortë. Duke qenë se LDK-ja ka ardhur nga një traditë institucionale e fortë dhe aktualisht po kalon një fazë të dobët elektorale, pjesëmarrja në qeveri mund të jetë një mënyrë për të rigjetur identitetin dhe fuqinë e saj politike. LDK-ja duhet largohet nga ndikimi partive që kanë dëmtuar rrugën demokratike të Kosovës. Partneritetet me subjekte si PDK-ja apo lista serbe kanë komprometuar imazhin dhe besueshmërinë e saj. Koalicioni mund të ofrojë një zgjedhje institucionale për çështjet kryesore që vendi përballet aktualisht, mes tyre zgjidhja e çështjes së presidentit dhe shmangja e zgjedhjeve të parakohshme. Ky koalicion do të jepte LDK-s një mundësi reale për të fituar mbështetjen e bazës rrugoviste, e cila gjithnjë ka kërkuar stabilitet, qartësi politike dhe orientim pro-institucional. Nëse LDK-ja hyn në këtë koalicion me përkushtim të sinqert për të çuar përpara proceset shtetërore dhe jo me qëllim për të tërhequr me justifikime të shpejta, ajo mund të rifitojë kredibilitetin e humbur. Përndryshe, një sjellje e pavendosur si në rastin e koalicioneve të mëparshme, vetëm do ta dëmtojë më tej. Ky është një moment sprove për LDK-n, ose të rikthehet në institucionalizëm dhe përgjegjësi shtetërore, ose të mbetet peng i politikave destruktive të së kaluarës.